Audituesit e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se bloku është i varur në mënyrë të rrezikshme nga Kina për mikroçipet kryesore që furnizojnë me energji gjithçka nga makinat tek lavatriçet. Sipas një raporti, Gjykata Evropiane e Audituesve tha se 1 në 3 qipe me teknologji të ulët vjen nga Kina. Instituti paralajmëroi se Bashkimi Evropian nuk është as afër përmbushjes së qëllimit të saj për të realizuar 20% të zinxhirit global të vlerës për mikroçipe deri në vitin 2030. Ky objektiv i vendosur në aktin e çipeve evropiane të vitit 2023 synon të bënte bllokun më pak të varur nga rajone të huaja. Raporti është një tjetër shenjë i Bashkimit Evropian, por nuk po arrin të zvogëlojë disa nga varësitë më të dukshme nga teknologjia e huaj për shërbime kritike dhe thelbësore, përveçse përpjekjeve të Brukselit për ta bërë bllokun më teknologjikisht sovran. Evropa ka disa kompani kryesore në fushën e mikroçipeve më pak të përparuara, duke përfshirë Infineon të Gjermanisë, dhe këto firma përmbushin nevojat e industrisë së fuqishme të makinave të Evropës. Por audituesit shkruan se kërkesa në Evropë aktualisht po rritet më shpejt se sa mund ta furnizojnë prodhuesit e çipeve me bazë në Bashkimin Evropian. Në vitin 2024 Unioni kishte një deficit prej 9.8 miliardë eurosh me Kinën për çipet. Bloku gjithashtu regjistroi deficite me qendra të tjera të prodhimit të tyre si Tajvani. Sipas raportit, hendeku që Evropa ka me rajone të tjera do të vijojë të zgjerohet. Meqense ky lloj mikroçipi është i nevojshëm për teknologjinë e lidhur me tranzicionin e gjelbër, ky deficit tregtar ka të ngjartë të rritet në të ardhmen, shpjegojnë autorët. Mesazhi audituesve vjen ndërsa Brukseli përgatitet të shurtojë aktin e vet të çipeve, që formuloi objektivin prej 20% deri në vitin 2030. Inspektorët financiare hodhën poshtë këtë qëllim si aspirues dhe jo të bazuar në realitet. Korrikun e kaluar, Komisioni pranoi se qëllimi ishte larg të qenë i arritshëm, duke parashikuar se Bashkimi Evropian do të arrinte 11.7% në vitin 2030 në vend të 20%. Ekzekutivi i Bashkimit Evropian ka hetuar varësinë e bllokut nga Kina për çipe me teknologji të ulët. Vitin e kaluar, institucioni anketoi furnizuesit e mikroçipeve dhe klientët e tyre në lidhje me teknologjinë e gjeneratës së vjetër të përdorur në makina, pajisje shtëpiake dhe pajisje mjekësore, për shkak të frikës se firmat e subvencionuara nga Kina po i dëmtonin ata. Ky veprim u koordinua me Washingtonin në udhëheqjen e presidentit të hershëm Joe Biden, i cili zhvilloi një anketë të ngjashme. Por tensionet gjeopolitike midis SBA-s dhe Bashkimit Evropian e kanë bërë çështjen e reduktimit të varësive edhe më urgjente se një vit më parë. Në tashmë i dim rreziqet që vijnë me importimin nga vendet me të cilat kemi një marrëdhënie të pasigurt, por ndoshta nuk mund të mbështetemi as aleatët tanë tradicional për furnizimet me çipe, theksojnë mbikëqyrësit.